nuk u ndava prej teje, sepse nuk të doja më. U ndava prej teje, se sa më shumë të desha, aq më pak e desha veten time. Tashi do qëndroje në këtë marrëdhënie? Ajo është pak problemi jote, se përderisa Jo, është fraza, nuk është. vetën e qet para, pastaj personin tjetër. Vetja jote duhet të jetë gjithmonë përpara. Në dashuri se vendos do të ka shkollaj. Duhesh me e di, po duhesh me u mundu, mos me qit gjithmonë. Ta thash, në qoftë se një marrëdhënie të çon të humbësh veten rrugës, nuk është për ty. Një marrëdhënie për mua duhet të nxjerrë versionin tënd më të bukur. Duhet të hapi syt. Duhet të jetë aty për ty që ti të fitosh pikët maksimale në çdo fushë të jetës. Ti të mbështetja jote më e madhe. Një marrëdhënie e shëndetshme, një person që të do fort ashtu siç je, thjesht i hedh ato sprinklesat tortës tënde. Thjesht kaq. Po ti je i plot. Ai thjesht i hedh sa xhita sipër. Unë mendoj po. Kjo mendoj unë është dashuria. Pa ma dashuri, pa sakrifica, pa dhimbje, pa lot, pa qyre, pa gjëra, nuk ka. Pa problema, nuk ka. Edhe është shumë bukur të jetosh të dyja. A thua shmalet, pa dhimbje.